Dhe nuk do të ndroj jetë i saj i biri Merjemës pa mos u fal mrapa Mehdiut, halifes unit muslimanëve. Subhanallah. Dhe përshkon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam çdo të ndodhi për 7 vite thot Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, dhe një transmetim tjetër 7 ose 8 vite do të ketë jetë gjatësi halifati Mehdiut radiallahu anhu në atë kohë. Thot do të gjykoj dhe do të qeverisi si kur në i herë dhe heqë si drejt në botën njerëzore ka pas. Që është nga khalifati i 4 i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot do të japin hukmin e ti në qeverisjen ose në gjykimin e ti ose në kohën e ti ato çka nuk ju ka dhënë ti ummeti më para. Dhe e përshkruan Resulullah sallallahu alaihi wasallam, do t'i nxjerrë toka gjitha mirësitë dhe begatitë e saj, me të mjella, me të korme, me thesare, me pasuni dhe me katuni. Do të ketë thot aq bollik për këto 7 vite sa që s'ka për të pas kushi në sipërfaqen e tokës që të pranoj zekatin ose sadakan. Pasuni pa fund. Pse? Kush është shkaku i gjitha të mirave dhe begative të Allahu Gjelle Gjelaluhu? A e dini për jo? Aty beja rabi. Drejtësia. Aty ku ka drejtësi, ka mirësi dhe begati pa fund. Aty ku ka zullum, fukarallak dhe mjerim pa fund. Ja, rabi zotin arru. Kjo është ditë e sotin që pa përjetën. Fajsen vetet tona, jo tjeri, dhe mos kujtoni. Dhe thoti dashmi Zotit alayhi salatu wassalam, nuk do të ndërroj jetë Mehdiu pa mos zbrit i saj i birit Merjemës. Dhe nuk do të ndërroj jetë i saj i biri Merjemës pa mos u fal mrapa Mehdiut, halifes unit muslimanëve. Subhanallah.